Në një mbrëmje festive me praninë e partnerëve, medias, figurave publike dhe përfaqësuesve të biznesit, u prezantua zyrtarisht birra Iliria, produkti më i ri i kompanisë Eurolab International Group. Iliria vjen si birra e parë shqiptare premium e krijuar për të sjellë një standard të ri në tregun vendas dhe për të përfaqësuar identitetin shqiptar përtej kufive. E frymëzuar nga trashëgimia e ilire dhe e konceptuar për konsumatorin modern, marka synon një brez të ri konsumatorësh. Me një profil të rafinuar shijeje, karakter të pasur malti dhe një balancë elegante, Iliria prezantohet si një lager modern, që ruan lidhjen me origjinën dhe traditën shqiptare duke sjellë një eksperiencë autentike dhe bashkohore. Për 30 vite me radhë, unë kam sjellë eksaktësisht në të gjithë rajonin në të cilën punojmë në gjithë Europën juglindore, në të 10 shtete në të cilën e punojmë, ato brende të cilët të gjithë ju prezent dhe të gjithë familjet tuaja janë dhe konsumatorë dhe për herë të parë, më thënë kemi kaluar në produkte që janë 100% made in Albania. Dhe ky është eksaktësisht marka dhe brenda i dytë dhe quhet Iliria. Dhe për këtë unë ndihem jashtëzakonisht krenar që e prezantoj të gjithë para jush këtë brend, i cili do të jetë një brend që do ta shoqëroj eksaktësisht për dekada. Dhe uroj që të jetë ajo që u shoqëron çdo ditë në familjet tuaja dhe në të gjithë festat dhe gëzimet tuaja. Prezantimi i Iliria sjell një markë të ndërtuar mbi standarde moderne prodhimi dhe një vizion të qartë për zhvillim rajonal dhe ndërkombëtar.